Kjo ishte situata në rrugën e Kombit, në orët e vona të mbrëmjes së shkuar. Kalimi mjeteve ishte thuajse i pamundur, si pasojë e rreshjeve të dendura të Dëborës, trashësia e së cilës në Kalimash ka arritur në 70 cm. Sot kalimi bëhet vetëm me zinxhir. Dëbora ka mbuluar pjesën më të madhe të vendit, për herë të parë pas 7 vitesh. Ajo zbardhi edhe Durrësin. Rreshti Dëbore pati edhe në Lushnjë. Në veri situata është përkeqësuar, me temperatura disa gradë në zero dhe me disa zona të izoluara nga dëbora dhe ngricat në rrugë. Situata më e vështirë raportohet në qarkun e Kuksit, ku acari ka lënë pa energji qytetin dhe rrethinat e tij. Disa shtyllat të tensionit të lartë janë dëmtuar. Grupet e terrenit kanë vështirësi për riparimin e defekteve, për shkak të temperaturave 10 gradë në zero. Një punonjës ka përfunduar në spital pasi pësoi hipotermi. Trashësia e Dëborës në këtë qark ka arritur në 35 cm. Ndërsa në zonat rurale shkon deri në 1 metër, të gjitha akset janë të kalueshme vetëm me zinxhir. Në malsinë e madhe Dëbora ka arritur në 1.2 metra. 9 rrugë në këtë zonë janë tërësisht të bllokuara, ndërsa në akset e tjera nuk mund të kalohet pa zinxhir. Stuhja e Dëborës gjatë natës ka bllokuar edhe disa zona në Dibër. Shumë segmente rrugore nuk janë të kalueshme, ndërsa në rrugët nacionale në këtë qark qarkullohet me zinxhir. Dëbora ka pushtuar dhe Elbasanin, disa fshatra të këtij qarku dhe rruga Luniks të Blev janë tërësisht të bllokuara. Në Korçë trashësia e Dëborës arrin në 30 cm. Në Qafthan dhe Qaf Ploç, kalimi makinave bëhet me vështirësi me zinxhir. Në qarkun e Vlorës, qarkullimi për automjetet ka rifilluar vetëm në mëngjes në Qaf Muzin, Qaf 6 dhe Llogara, të cilat u bllokuan në mbrëmje si pasojë ngricave. Në Tiranë rreshtet e Dëborës ishin të pakta, ndërsa mali i Dajtit është zbardhur tërësisht.